Shka flitni kështu? Skenar i qeveris, i BDI-s, VMRO-s, huliganve, kriminelve, kundër shqiptarve. A jeni vetë çka flitni? Çfarë mbledhje doni të mbani, vazhdoni mande? A jeni normal çka po bëni? Shtëpitë e shqiptarëve muslimanë, fëmijë, gra, pleq, në çajër. Gaz të cjellës gjithandej. Gjuhën me gjitha armat, është i rrethun çajri. Kjo është skandaloze. E dini nga kush? Nga policia Ali Traktarit me Nikola Pashic Gruevskin. E kthjet situatën në mëzisën ngjarjet e Bit Pazarit. Dini këtu apeloni, ku nga kujt apeloni? Duhet ta thirrni atë liderin e juaj. Traktar, ku i keni raketat, Tomahawkat? Ku janë ato raketat dhe Tomahawkat? Apo sot i përdorni kundër shqiptarëve? Ma poshtërsi, ma tradhti se kjo nuk ka. Ku i keni fjalët që asnjë shqiptar nuk uzon brekët? Ja. Shqiptarët rrihen gjithandej, fëmijë, gra, pleq, turp t'ju vije. Do t'ju ze haku i gjakut derdhur t'ire fëmijëve. A keni pak moral? A keni familje ju? Familje tona të gjithë neve rrihen. Ju këtu thoni se është arritur e madhe se u ka kthile së të mëja drejt shmalkum, le të shkojnë edhe ata. Bashkë me ju, bashkë me VMRO-n. Bëni pazar, i shitni interesat në përmjet gjakut fëmijëve shqiptarëve për t'i ruajtur karriket e juaja, kultuqe. Kërkoj urgjentisht, ama urgjentisht, që të gjithë të arrestuarit shqiptarë sot të lirohen me njerë, se për ndryshe Macedonia, BDI-ja, Ali Traktari, Ali Poshtri, bashkë me Nikola Gruevskin, le të shkojnë drejt shmallkum dhe të nënës krejt, me BDI, me VMRO, edhe këta që janë të këto. Shtu, nuk përkot dhe ne, mos ne, sot, e lëshojmë këtë punën e t'i kuvendit, nuk marrë pjesë këtë parlament muti.